Deklarata e pasurisë së kreut të partisë Mundësia Agron Shehaj është rikthyer në qendër të debatit gjatë seancës së sotme në Kuvend. Edhe pse nuk ishte i pranishëm në sallë, pasi është përjashtuar me 30 ditë nga punimet e Kuvendit, Shehaj u përmend nga kreu i grupit të PS-s Taulant Balla, i cili kërkoi shpjegime për një transaksion të deklaruar, ku një pron 251 metër katror rezulton e shitur për 15 milion euro. Sipas deklaratës së ndryshimit të pasurisë depozituar, Agron Shehaj deklaron se në shtator të vitit të kaluar ka shitur një pasuri të paluajtshme e përbërë nga një truall dhe ndërtesë me sipërfaqe totale 251 metër katror, duke përfituar 15 milion euro, një shumë që duket shumë e lartë krahasuar me çmimet e zakonshme të tregut. Madje, kjo vlerë për metër katror nuk haset në asnjë vend të Europës dhe tekalon ndjeshëm edhe çmimet e zonave më luksoze të qyteteve të mëdha europiane si Milano. Vlera e deklaruar ka ngritur pikpyetje për shkak të diferencës së madhe me çmimet e zakonshme të tregut, duke sjellë pyetje mbi burimin e transaksionit, përcaktimin e çmimit, dokumentacionin dhe identitetin e blerësit. Shehaj është kontaktuar nga zëri për një reagim, por deri në publikimin e materialit nuk ka ende një përgjigje.